Do të kena një altcoin sezon, kjo është pyetja e shumë parashtruar nga ju. Ai i cili pretendon se e din se a do të kena një altcoin sezon në këtë cikël ose nuk do të kena altcoin sezon, ai person vugënjen. Askush nuk mund të di saktësisht se në këtë cikël çka do të ndodh. Mund të bazohemi nëpërmjet cikleve të mëparshme dhe nëpërmjet qortit dhe të japim një mendim sipas cikleve që kena kaluar deri sot se a do të kenë një altcoin sezon. Të jemi realt me vetveten, asnjë nuk ka faj që ju nuk e keni bler Bitcoinin kur ka qenë $16,000. Bitcoini ka qenë $20,000, $25,000, $30,000. Askush nga ju nuk e ka bler Bitcoinin për arsye se Bitcoini është vonë që të blejmë në $30,000, Bitcoini është vonë që të blejmë në $50,000, Bitcoini është vonë që të blejmë në $70,000. Çka ndodh? Bitcoini rritet dhe e kena pasur një kohë Bitcoini mbi $120,000. Dhe që tash normalisht që kena një korekcion të Bitcoinit, momentalisht Bitcoinin e kena, të shohim chartin, momentalisht Bitcoinin e kena $91,544. Bitcoini ka rënë tër $100,000. $100,000 ka qenë si një fazë psikologjike, një çmim psikologjik për shumicën e njerëzve. Dhe Bitcoini që tash është ndër $100,000. Pse është ndër $100,000? Se normalisht institucionet, ETF-t, BlackRocku, shesin, marrin fitime. A është kjo një korekcion dhe a do të kthehena në një altcoin sezon? Asnjë nuk e di cili është mendimi jot, shumica ma kanë parashtruar. Une, sipas cikleve që kanë ndodhur deri sot, ky është cikli im i ditë, une shpresoj që do të kena një altcoin sezon. Por, a do të kena 100%? Asnjë nuk e din, as unë nuk e di. Shpresoj që do të kena një altcoin sezon. Altcoin sezon për BNB ka ndodhur. Altcoin sezon për Solana ka ndodhur dhe shumicën e disa coinsave të mëdhej altcoin sezon ka ndodhur. Asnjë nuk ka faj që se keni bler Solanën me $20. Asnjë nuk ka faj që se keni bler BNB. Asnjë nuk ka faj që se keni bler XRP. Domethënë për disa altcoinsa ka ndodhur ajo sezon rritje e çmimeve. Çmimi i Bitcoinit është në këtë fazë për arsye se kanë hi institucionet, ETF-t, fondet janë duke investuar miliarda në Bitcoin. Është një garë mes miliarderave se kush do të blej më shumë Bitcoin. Dhe çmimi i Bitcoinit është disa kohë mbi $100,000 për këtë arsye. Shembulli konkret e keni BlackRockun që blen Bitcoin, shembulli konkret e keni Michael Saylor dhe kështu me radhë shumë shtete që janë duke bler rezerva në Bitcoin. Për këtë arsye, ju nuk mund të thoni që ky cikël është i ngjashëm si cikli i mëhershëm, se para 4 vjetëve nuk kena pasur ETF, para 4 vjetëve nuk ka qenë kaq i lehtë që miliarderët, që institucionet, që fondet që kanë në cirkullim miliarda që të blejnë Bitcoin, siç janë duke bërë sot. Retaili, do me thënë njerëzit e rinë e kripto, ato që kanë ardhur, shumica janë djego. Kena pasur një likuidim masiv para disa muajve dhe në vazhdimsi kena likuidim përsëri masiv të njerëzve që janë fillestarë në kripto, retail. Dhe une besoj që të kena një altcoin sezon, duhet që të gjithë njerëzit që janë në future përsëri të likuidohen masivisht. Dhe të gjithë njerëzit që janë në kripto që të shesin me humbje kripto që i posedojnë, altcoinsa që i posedojnë dhe atëherë do të kena një pump të marketit. Ky pump i marketit a do të ndodh sot, a do të ndodh mas 4 vjetëve, unë nuk e di, shpresoj të ndodh, nëse nuk ndodh, përsëri jam okay, se unë jam pozicionuar në Bitcoin shumë herët dhe jam në rregull nëse nuk ndodh. Për mu, konvenon që Bitcoini të ketë korekcion sa më shumë, që të blej më shumë Bitcoin, am konvenon për altcoinsa. Jo, normalisht se edhe jem në altcoinsa si ju, nuk jam një sasi shumë e madhe, por përsëri jam në altcoinsa. 40% portofolit tem e kam në altcoinsa dhe edhe unë shpresoj që të ndodh kjo altcoin sezon. Për arsye se të gjithë janë këtu që të fitojmë normalisht në kripto, nuk janë atë që të humbasin. Por në këtë rrugëtim do të fitojnë personat që kanë disiplinë, do të fitojnë personat që kanë edukim dhe do të fitojnë personat që marrin fitime. Do të fitojnë personat që janë të kënaqur dhe nuk hinë në FOMO. Nuk do të fitojnë personat që kanë investuar $1,000, kanë
$5.000 ose $10.000 dhe i kap ajo fomaja dhe nuk duan të shesin dhe shojnë do ondra ose mos tam që myten me ondra që me $1.000 ai shpreson që një ditë të bëhet milioner. Jo, nuk është e mundshme që me $1.000 të bësh milioner. Shancat janë shumë të vogla, shancat ti mundesh me shku edhe të kapish për shembull në Zvicër Swiss Lotto dhe të bëhesh milioner, është në rregull, të kapish në jackpot. Por edhe në kripto është e njëjta shans. Të bëhesh milioner me $1.000 shumë shpejt, shanset janë të vogla, 99% do të humbasi çati investim që e ke, sepse ti nuk ke investuar në edukim, nuk ke investuar disa orë që të zbulosh çka është Bitcoini, për çka shërben Bitcoini dhe pse njerëzit blejnë masivisht Bitcoin. Për këtë arsye, kur investon në një altcoins, duhet shumë të informohesh afat gjatë. Për mu, përveç se Bitcoinit, nuk ka asnjë tjetër. Afat gjatë është veç Bitcoini. Afat shkurt janë altcoinsat janë këtu të shërbejnë që të blejnë më shumë Bitcoin. Shembull, ke shti $1.000, i ke $5.000, i ke bo nga $1.000, $5.000 në Bitcoin. Ato $5.000 ti i shumë fishon, i bon $20.000 ose $30.000 në altcoinsa dhe përsëri kthehesh me që të $30.000 të blesh më shumë Bitcoin. Altcoinsa janë këtu që të grumbullosh dhe të zmadhosh sasinë e Bitcoinit. Këtë strategji e përdorin shumica e njerëzve që janë gjatë në kripto, shumica e njerëzve që investojnë me strategji dhe shumica e njerëzve, institucionet dhe fondet e përdorin këtë strategji, i blejnë altcoinsa që të shumë fishojnë dhe të kthejnë përsëri dhe të blejnë Bitcoinin me sasi më të madhe dhe me çmim më të ulët. Shkruani në koment ju personalisht çka mendoni, a do të kenë altcoin sezon, kur do të nis altcoin sezon dhe çka do të ndodh. Po ashtu mos harroni të bëni like videon dhe subscribe. Faleminderit dhe miru pafshim deri video në radhë.